Të nderuar teleshikues, Asalamu Aleikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Sot kemi një tjetër pyetje interesante që na vjen nga Kurani. Së bashku do të bëjmë një fluturim midis tekstit kuranor qiellor dhe interpretimeve të ndryshme toksore. Ejani pra të kuptojmë se si mendja njerëzore e ka trajtuar këtë sekret qiellor dhe që është pikërisht pjesa e shpirtit. Origjina e zbritjes së këtij ajeti në surën Isra, ku Zoti i Gjithësisë thotë dhe të pyesin ty o Muhammed për shpirtin, thuaj që shpirti është një çështje e Zotit tim dhe nuk ju është dhënë juve nga dija vetëm së pak. Pra kjo ka qenë një pyetje bashkë me dy pyetje tjera, të cilat do i trajtojmë bashkë me hoxhën e nderuar. Mirë po, fillimisht le të qëndrojmë tek pjesa e shpirtit. Duhet theksuar se dhe studimet më bashkohore dhe më moderne, siç është një institut kanadez për studime shkencore, ka zbuluar se pasi del shpirti, në trurin e njeriut ka një aktivitet elektrik. Mirë po, më shumë detaje nuk kanë zbuluar dot. Pra me sa duket, ajo që thot Zoti i Gjithësisë, që nuk është dhënë nga dija vetëm se pak, vazhdon dhe ta nxjerrë, le ta themi kështu, të paaft dhe të pamundur njeriu. Por nga ana tjetër, që në krye të herës, duke ardhur dhe nga filozofët e lashtë, në Greqinë, vet Platoni ka thënë se shpirti është një esencë e përhershme e pavarur nga trupi i njeriu. Ndërkohë, filozofët musliman si Ibn Sina e kanë trajtuar si një esencë të pavarur nga vetja e vet. Mirë vëllezër të nderuar besimtar, me sa duket, heshtja e besimit në këtë pjesë është më e mirë se sa kakofonia që shkakton filozofia edhe shkenca moderne. Atëherë pa humbur kohë, le të vim në trajtimin e këtij ajeti. Si gjithmonë, bashkë me në studio është hoxha i nderuar Ahmet Kale. Hoxha i nderuar, mirë se erdhe dhe sot. Dhe ju falenderojmë që na nderuat me prezencën tuaj. Zoti ju shpërblet. Atëherë, ç'është kjo jetë kaq interesant? Në çfarë konteksti ka zbritur? Atëherë ajeti i surës Al-Isra është një jetë shumë interesant, domethënë nga të veçantat, siç e përmendët edhe ju, se i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu, ndryshe nga herët e tjera ku i jepte informacion profetit sallallahu alajhi wasallam, në këtë rast, në çështjen e shpirtit nuk i dha informacion. Thjesht i dha një informacion përgjithshëm, duke i thënë thuaj që është për çështjeve të Zotit tim dhe prej dijeve dhe prej dijes nuk është dhënë ju vetëm se pak. Faktikisht flitet për shpirtin dhe shpirti është prej sekreteve të Zotit, pavarësisht se ne kemi marrë, le të themi, disa argumenta nga Kurani dhe të tjera, çfarë ndodh me njeriu kur flen gjumë, dhe se çfarë ndodh me fëmijën në barkun e nënës kur i fryhet shpirti. Na është treguar se si del shpirti nga trupi i njeriu, por nuk na është treguar, nuk na është treguar lëndë ose përbërja nga ç'lëndë përbëhet, edhe se si, domethënë se si ndodh. Për këtë arsye po të shohësh, domethënë përgjithësi kur i bën një përkufizim dietarët e Islamit thonë një lëndë e cila në momentin që depërton në trupin e njeriu apo në ndonjë gjallësë i jep asaj jetën. Domethënë janë mjaftuar me një përkufizim shumë përgjithshëm, sepse nuk është se ka argument të detajuar, le të themi, për përbërjen apo për lëndën, për formulën kimike. Për formulën kimike, le të themi, të shpirtit. Origjina e ngjarjes faktikisht ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe faktikisht ajeti i shpirtit është nga ajetet që kanë zbritur 2 herë. Pra ka zbrit një herë në Mekë dhe ka zbrit një herë në Medinë. Ka zbrit në rastin e parë në Mekë pasi idhujtarët mundoheshin ta kapnin profetin alayhis salam me, le të themi, me pyetje, me detaje, mirë po vazhdimisht, domethënë ishte favorit, sepse çdo gjë e kishte nga Zoti i Gjithësisë. Një herë mblidhen edhe thonë, ore, nuk po i gjejmë asgjë, po sikur të kërkonim ndihmë nga pasuesit e, le të themi, feve. Atëherë dërgojnë në Medinë, pra nga Meka dërgojnë dikën në Medinë për hebrejt, pra dedikuar hebrejve, të cilët ju thonë bëjni 3 pyetje.
Nëse ju përgjigjet për të treja ose për 2 nga këto të treja, do të thotë se është me të vërtet profet. Dhe për njërin hesht, ju thotë, 2 do të përgjigjet për njërin hesht. Po. Thotë, cilat janë pyetjet, thotë pyeteni për një sprovë që ju ka ndodhur disa të rinjve. Banorët e Kehfit, që përmend surën Kehf. Pyetni thotë për burrin ose njeriu i cili arriti lindjen dhe perëndimin, dhe pyeteni thotë për shpirtin. Kthehen ata shumë të lumtur me pyetjet që morën, vinë në Mekë dhe i kërkojnë një takim profetit alayhis salatu wassalam. Thonë, o Muhammed, nëse i përgjigjesh të 3 pyetjeve, do të thotë se je profet. Nëse nuk i përgjigjesh, do të thotë se ti nuk je profet dhe na ke mashtruar në gjithë këtë kohë. Profeti alayhis salam thotë, po cilat janë pyetjet? Por me i kusht thotë, nëse unë jap përgjigjen, do të besoni, thanë ata do të besojmë. Atëherë, pyetja e parë, i dëgjoi pejgamberin sa pyetën dhe tha, nesër takohemi që t'ju jap përgjigje, sepse unë nuk mund të flas pa pas shpallje nga Zoti im. Mirë, po nuk tha inshallah. Nuk tha inshallah. Dhe Zoti ja vonoi shpalljen 2 javë. Mas 2 javësh i tha, "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa in yasha Allah." Dhe mos thuaj për diçka që unë do ta bëj nesër, vetëm se duke thënë inshallah. Pra mori edhe një mësim pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe i vjen përgjigja, thot, për sa i përket djelmoshave, fillimi i surës El-Kehf. Për sa i përket burrit i cili shkoi nga lindja në perëndim, fundi i surës El-Kehf, dhe për sa i përket shpirtit, tha, më ka thënë Zoti im, o Muhammed, pyesin ty për shpirtin, thuaj që shpirti është prej sekreteve të Zotit tim dhe nuk u është dhënë nga dia vetëm se pak. Normalisht që këto ishin faktikisht përgjigjet e vërteta dhe këto ishin përgjigjet që priteshin, mirë po i dhujtarët Mekas, duke qenë se ishin kokë fort ndaj argumentit dhe le të themi kështu në gjuhën popullore inatçar ndaj fakteve, vazhduan në kundërshtimin e tyre. Transmeton Abdullah ibn Mesudi gjithashtu, pra ka ndodhur kjo ngjarje në Mekë. Në Medinë gjithashtu transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thotë isha duke ecë një ditë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe takuan disa hebrejt të Medinës dhe i thanë njëri tjetrit, pyeteni pak Muhamedit për shpirtin. Dhe profeti alayhis salatu wassalam priti. Thotë Abdullah ibn Mesudi, e kuptova që po i zbrisë shpallje. Thotë dhe ju përsëriti njëjtë ajet. Yes'alunaka anir ruh. I than, kush ta ka sjell këtë informacion që na e the tani? Tha profeti alayhis salatu wassalam, e solli Xhibrili. Than hebrejt, ai është armiku jon prej engjëjve dhe nuk vazhduan, domethënë. Pra përveç profetëve kanë filluar dhe takmerrë ndaj engjëjve, pra të jenë selektiv dhe. Kështu që domethënë kjo është historia e ngjarjes, domethënë. Por sa i përket cilësimit të shpirtit në Kur'an, ne kemi disa momente që përmendet në Kur'an. Përmendet momentin e gjumit dhe përmendet momentin e daljes shpirtit. Në domethënë ka një analogji pra në mënyrë përgjithshme, ndërsa më detajuar përmendet në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Momentin që njeriu Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu është ai i cili merr shpirtrat kur njerëzit vdesin, i merr, pra i shkëput nga trupi. Ndërsa ato të cilat janë në gjumë, Zoti i merr sërish, mban këtë dojë prej tyre dhe kthen këtë dojë sërish në trupin e njeriu deri në një kohë të përcaktuar nga Zoti. Janë vdekjet në gjumë, pra ka disa njerëz që nuk. Pra, domethënë për këtë arsye thon gjumi është vllai i vdekjes. Sepse del shpirti nga trupi, por nuk, domethënë dalja e shpirtit nga trupi i njeriu është 2 llojesh. Dalje si më thënë, me shkëputje të përhershme është vdekja dhe dalja me shkëputje të pjesshme. Pra që do të thotë, një pjesë e shpirtit qëndron në trupin e njeriu, ndërsa pjesa tjetër del edhe shëtit le themi në botë në gaibet tjerë. Këtu ndodhen dhe ëndrat pastaj. Pra, domethënë momenti ëndrat, siç themi ne, janë 3 lloje ëndrash, ëndrat, le të themi ëndrat e ditës, pra që do thotë njeriu përjeton gjëra gjatë ditës dhe ose fiksimet e problematikat dhe i analizon, le të themi trurit i tij natën. Kemi ëndrat që janë nga shejtani i mallkuar dhe ëndrat që janë nga Zoti, pra nga meleku. Si dallohen këto midis tyre, pra si ta dallojmë një ëndër që është nga Zoti? Atëherë, ëndrat nga Zoti janë ëndrat e qarta, dhe ëndrat të cilat janë, domethënë, që japin një kuptim.
Pra ka i mesazh. Kuptohet që ka diçka brenda, ndërsa ëndrat që janë për shejtanit janë ëndrat friksuese ose ëndrat pafund. Pra ti sheh ku di gjë un film në ëndër. Kjo nuk është ëndër. Ëndrat që janë nga Zoti janë të pastra, pra të qarta, që njeriu i man mend edhe domethënë kanë një kufi mesazhi, domethënë. Normalisht kjo njeriu duhet të referohet tek njerëz të cilët janë më të specializuar në fushën e komentimit të ëndrave. Ndërsa ëndrat për shejtanit janë ëndra të cilat domethënë e trembin njeriu, sheh vdekje, sheh sikur dikush po atrathon etj. Domethënë shejtani los me njeriu. Dhe si ndodh, domethënë në rastin kur pra shpirti del nga trupi i njeriu, shejtani mundohet të japi ato imazhet negative ose vjen imazhi nga meleku. Për shembull, ne për shembull themi për shembull pash babain në ëndër. Faktikisht është imazhi i babait tënd që Zoti po ta jep sepse do të japi ty një mesazh nëpërmjet babait që ka vdekur, sepse bota le të themi e ahiretit apo bota e të vdekur është bota e vërtet. Atëherë në momentin që sjell ty një të vdekur, qoftë babai, qoftë gjyshi, qoftë daja, qoftë një shoku që ka vdekur, faktikisht nuk është thjesht ky personi që po të jep mesazh. Jo, është Zoti që nëpërmjet këtij do të japi një mesazh që merr në konsiderat se është bota e vërtet kjo bota e masvdekjes. Ndërsa si tha ëndra pastaj vijnë ëndra shejtanit janë ato të cilat e trembin njeriu dhe e freksojnë ose për shembull e orientojnë tek tradhtia bashkëshortore, ku dëgjon etj. Pra njeriu nëse objekte i keq bjen ndesh me pranë fetare, është prej shejtanit, është pozitiv. Pastaj vjen ëndrat e ditës, le të themi, ose imagjinatat e ditës ose problematikat e ditës që njeriu i sheh në ëndër. Po mos ndalim te kjo. Pra ideja është shpirti. Shpirti, domethënë, kemi dalje të përhershme, që është dalja kur njeriu vdes, dhe dalje të pjesshme kur njeriu është në gjumë. Vim tek shpirti në momentin e daljes nga trupi i njeriu ku është në momentin e vdekjes. Profeti sallallahu alajhi wasallam tregon dy mënyra të daljes shpirtit. Thotë shpirti i besimtarit del thotë si uji nga ena kur e hedh. Pra nëse ne kemi një enë me ujë dhe derdhim, nuk ka asnjë lloj vështirësie, më njëherë del. Ndërsa shpirti thotë i jo besimtarit, në momentin që sheh pra melekun e vdekjes, në momentin që sheh dënimin e Zotit, shpërndahet në trupin e njeriu. Dhe meleku thotë ja tërheq fije, njësoj siç tërheq në njëri për jush leshin që ka rënë në një ferr. Tani llogaritet se si mund të rriqet leshi i rënë në një ferr, kështu edhe shpirti i njeriu shpërndahet në trupin e tij nëse është jo besimtar. Ndërsa shpirti i besimtarit në momentin që sheh mrekullitë e Zotit dhe bekimet e Zotit nuk duron më të rrinë trupin e njeriu dhe del më njëherë nga trupi i njeriu. Për ne kështu edhe ti lexohet Kur'an, momentin që ti kujtoj ahiretin t'ia lexoj sepse lidhet domethënë Kurani është nuk do me ik nga dynjaja si thosh. Absolutisht. Gjëja tjetër interesante që është përmend në hadithe gjithashtu puna e shpirtit është momenti që njeriu në barkun e nënës pra embrioni, foshnja arrin në ditën 120. Muajin e katërt pra. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, dhe kur arrin pra në 40-shin e tretë, që është 120 ditë, vjen një melek nga Zoti, i cili thotë i fryn shpirtin. Pra shpirti fryhet. Thotë dhe i shkruan jetën, vdekjen, si do të jetojë dhe ku do të përfundojë. Pra shkruhet në barkun e nënës. Pra shpirti është nga një botë tjetër, diçka e krijuar nga i Madhi Zot, i cili fryhet. Për shembull, kemi rastin e Maris, Merjemes alayhis salam. Thotë meleku Xhibril e fryu shpirtin nga si më thon kjo xhybja ose pardesyja ose mantoja që kishte veshur Merjemja, ja ka fryer thot nga jaka e mantos dhe është fut shpirti në trupin e saj, pra shpirti i Isait alayhis salam. Kështu që është gjë interesante gjithashtu se shpirtin Zoti e ka vlerësuar shumë si krijim të tij. Për këtë arsye thot për shpirtin e Ademit alayhis salam, fa idha nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dhe kur t'ia fryj atij shpirtin prej meje, shpirtin tim këtu nën kupton e nderuar ose të vlerësuar, thot atëherë bijini atij në sejdë. Në fakt, në lidhje me këtë që thatë, edhe një nga arsyet që janë çudit hebrejt thuhet në historinë islame, kur i bën këtë pyetje profetit Muhammed, ishte që do ta themi edhe se e harruam. Pra ideja është domethënë është përmendur shpirti. Edhe hebrejt thonë që është e Zotit dhe s'mund të shkohet, pra kishte. Do të vijë ajo.
Ju tha, kjo desha të përmend disa argumenta se si trajtohet shpirti. Ka dhe një hadith të fundit për ta mbyllë këtë pjesë, edhe të kthehemi prapë tek historia e tyre. Thotë shpirtrat janë në botën e shpirtrave si ushtrit. Ato që njihen në atë botë, edhe në këtë botë, shkërhiqen me tjetër ose puthemi. Ka ndodhur për shembull ndonjëherë që nuk është se kene njohje me të, po më njëherë shkon muhabeti, ku dijon. Në një tjetër që mund ta kesh komshi për gjatë gjithë jetës, mirë po nuk shkon muhabeti me të. Pra është edhe kjo puna për shpreh sekretet e Zotit. Le të vim tek pyetja prapë, se s'kemi mbaruar. Po mirë thanë, si dënohet shpirti, kur është krijim nga i madhi Zot. Pra, përderisa ka krijuar Zoti dhe nuk di asgjë për shpirtin, si dënohet shpirti. Atëherë normalisht që Zoti çfarë tha? Wa ma utitu min al-ilmi, ju ka shumë gjëra që nuk i dini e jo më të dini mbi. Dhe është interesante prej, le të themi, shenjave ose prej profecive të profetit të fundit, ka qenë se kur të pyetet për shpirtin, ai nuk përgjigjet. Pra, nëse profeti Alisam do të kishte thënë çdo me përgjigje për shpirtin, ishte mashtrues. Do dilte jo profeti dhe do të kishin ata një argument fort se domethënë ky nuk është ai profeti që ne presim. Në fakt duket sikur në momentin që shejtani humbet një betejë, nis një betejë tjetër. Dhe kjo shpaloset tek pjesa e shpirtit. Pra në momentin që ai dështon për të bindur njerëzit që shpirti s'ekziston, pra sepse njerëzit e shohin, ai hap një lloj dere tjetër. Transmigracioni shpirtrave, pra që thon shpirti lëviz nga trupi në trup, apo siç kanë qenë për shembull fjala bie pitagorianët që thoshin shpirti shkon futet ke kafshët, apo disa të tjerë, domethënë kjo pjesë është hapur një derë e madhe. Pra ose thirrja e shpirtrave mbas vdekjes, gjëra ka njerëz që trasin shpirt. Të gjitha këto domethënë në Islam nuk janë dhe nuk funksionojnë. Çdo shpirt është si më thënë një i dedikuar e nderuar e Zotit që me të mbaruar jetën njeriu shkon edhe vendoset ose le të themi në xhenet ose në xhenem. Nuk ka më lidhje me këtë botë, nuk ka më se dikush tha ai më ruan mua, kam si engjëll mbi kokë, ose është dikush që thret shpirtat e të vdekur, gjitha këto janë pralla, ose shkon tek lulja, ose shkon tek kafshët, vegetarianë për shembull. Do nuk i hajm kafshët, budistët që thonë se mund të jetë shpirti i dikujt prej njerëzve të mirë tek kjo kafsha. Budistët thonë që po susolle mirë, shpirtin do ngjallësh pastaj një sklav ose një person i shtypur ose pra, ideja është që Zoti i ndërpret gjitha këto rrugë, pra, dhe thotë që kjo është një lloj mënyre pra me u shpang përgjegjësisë, një lloj manovre që kanë njerëzit me u shpang përgjegjësisë. Dakor, pyetja është që çfarë nuk kuptohet tani me shpirt në Kur'an, pasi disa fe i referohen, siç e tham Xhibrilit, pra, shpirti i shenjtë. Disa të tjerë thonë që është trupi, disa për shembull si Gazaliu ose Ibn Sina e ndajnë nefsin, pra vetveten nga shpirti. Pra edhe një lloj shumë përkufizim të qartë, çfarë nuk kuptohet me shpirt në Kur'an. Atëherë, për sa i përket asaj pjesës që ne thamë, domethënë, për sa i përket pjesës rimishërimit të këto, domethënë thjesht domethënë ta sërmë që Islami këto nuk i njeh dhe mbaroi kjo pjesë. Vim tek pyetja, domethënë, shpirti është lënda e jetës. Ky është propozimi më brillant që kanë dhënë dietarët e Islamit. Shpirti është lënda e jetës. Shpirti, trupi, mendja përbën atë që quhet nefsin. Vetja ose vetvetja. Pra është një, le të themi, kombinim mes shpirtit, trupit edhe mendjes. Pra është ndarë nga trupi. Pra shpirti është ndarë nga trupi, po. Sepse ne themi vjen i fryu, doli, do thotë që është diçka tjetër. Lënda e jetës, si më thënë, ta japim një shembull kështu për shembull, si puna e energjisë. Nëse ka energji, do thotë që lëviz roboti, punon televizori, kompjuteri, diçka. Nuk ka energji, çdo gjë është por s'funksionon. Ka edhe shembuj me kompjuterat, që mund të jetë më rregull hardware, por software programimi s'është më rregull, do programulli herë. Ky është, ka thënë dhe pra është diçka e ndarë, sepse por se ka gjë, se atë mund ta rregullosh ky kompjuter, mund ta fusësh kurse këtu po doli. Nuk kthehet për këtë arsye. Allahu çfarë tha në Kur'an, në surën El-Waqi'a, më duket, është thotë nëse ju jeni, si më thon, me të vërtetën, ktheheni edhe një herë shpirtin nëse jeni të sinqert. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Nëse ju nuk e besoni profetin Muhammed, atëherë në momentin që del shpirti,
ktheheni edhe një herë në jetë. Dhe këtu del në pa ai gabimi popullor që thot filani që duke dhënë shpirt po bërtiti dikush dhe si doli shpirti. Ose si doli shpirti derisa erdhi goca nga Australia, po priste. A kupton? Ose ma e me lafe foli çik që mos i dalë shpirti. Gjitha këto janë pralla, sepse në momentin që vjen e xheli, pra momenti që vjen për të dalë shpirti, erdhi goca, është në avion, s'ka zbrit akoma, apo bërtiti dikush apo qau, nuk funksionon. Momenti që vjen, momenti i daljes shpirtit, ai del dhe nuk rrin për hatër dikujt nuk e di, domethënë mendet njerëzore janë të çuditshme. Dhe për gjëra të çuditshme është thotë kur vdes dikush lër ujë tek vendi ku ka ndruar jetë ai, se thot vjen shpirti pin ujë, o Zoti i Madh, ose lëre dritën nez se vjen shpirti, ose më flutra. Pastaj me flutra, me zogje, me pata që qajnë. Po është e çuditshme se faktikisht ka ndodhur disa herë që në këto për shembull në fshatra, kur ka vdek dikush kanë ardhur këto flutrat, janë ca flutra të mëdha. Mi po shpërsërit në disa vende, po zakonisht kjo ndodh në verë. Nuk është ka ndodh vinë herë në flutër në dimër. Kur është vjesht ose verë, ndodh, sepse është normale nga që ndizen dritat për shkak xhenazës e kështu, edhe normalisht insektet mblidhen edhe vinë edhe këto flutrat. Ja thot, apo sqellon një flutër, është një flutër si e kush e rrem, me dy pulla të zeza ke krah thuti që si sy duken ato ashtu. Shpirti aty thotë, vjen vërdall. Ose thonë për shembull bëj hall, sepse ndjen aromën i vdekurit për natë mirë për shembull shkon aroma e hallës tek vdekja, e muhabete që po në fakt kush i vdekur në ato momente? Shpirti tim më saktë, trupi është shpirti i të vdekurit. Ne muslimanët besojmë siç e thot Zoti në Kur'an, innal abrara fi elijin wa innal fujara fi sijjin. O shkojnë shpirtrat, pra ku rrin shpirtrat masi dalin nga trupi i njeriu? Shpirtrat ruhen ose në xhenet ose në xhenem. Pra besimtarët, vepërmirët që janë xhenetli, menjëherë trupi i tyre shkon, shpirti i tyre ruhet në xhenet, pavarësisht se trupi dhe pasojat e asaj që përjeton shpirti vinë edhe në varr. Pra në momentin që del shpirti, momentin që del shpirti është një procedurë e gjatë. Pikërisht. Pra nëse do ta trajtojmë këtë pjesë, atëherë në momentin që del trajtojmë që njerëzit sqarohen, sepse thonë që është këtu po na dëgjon çfarë. Shumë mirë, nuk ka. Çfarë ndodh si historiqët? Atëherë njerëzit që japin shpirt janë dy grupe, njerëzit besimtar, vepërmirë dhe njerëzit e themi gjunaqtarët e mëdhenj dhe jo besimtarët. Shpirtat e besimtarëve dalin lehtë, pra në momentin që besimtari duke thënë shpirt, sheh mrekullitë e Zotit, sheh engjëjt e Zotit, sheh xhenetin, shpirti nuk duron më dhe menjëherë që kur i vjen meleku del menjëherë. Thotë dhe vendoset trupi i tij në çarçaf ose pëlhura të xhenetit dhe merret trupi i shpirtit i tij dhe ngrihet për në qiell. Del thotë nga trupi i njeriu një aromë, si aroma më e mirë që mund të ekzistojë në jetën e kësaj bote, që e ndjen çdo gjallës, çdo krijesë përveç njerëzve dhe xhinëve nuk e ndjen këtë aromë, sepse mbetet tek pjesa e gajbit dhe e sprovës. Pastaj e marrin shpirtin e tij dhe e ngjisin në qiellin e parë dhe me lajket e përshëndesin me, si më thon, me emrat ose me titujt më të mirë që ky ka dash të thirrë në jetën e kësaj bote, edhe thon shpirti i mirë po shkon tek Zoti i saj, vazhdon qiellin e 2, qiellin e 3, qiellin e 4, qiellin e 5, qiellin e 6, qiellin e 7, derisa shkon tek Arshi i Zotit. Thot Zoti me lajkeve, shkruajeni emrin e robit tim në Elijin, pra vendoseni në regjistrin e xhenetlive. Thot dhe e kthejnë shpirtin dhe në momentin që njeriu vendoset në varr, shpirti i mirë futet aty në varr. Tani shif tani sa interesante është. Vjen shpirti në këtë botë, në barkun e nënës dhe njeriu merr jetë. Dhe është jeta që ne ekzistojmë. Vjen shpirti në varr, por nuk është më jetë si jeta jonë. Është dimension tjetër. Është dimension tjetër. Aty bëhen pyetjet e varrit. Pra dhe ngjon hapat e njerëzve që po largohen. Po. Pra, i vdekuri nuk dëgjon asnjë gjë që ndodh pas se njerëzit thonë që mos thuj këtë. Absolutisht. Okej. Atëherë, pyetet kush është Zoti jot, cila ishte feja jote, cili ishte profeti yt, cili ishte libri yt në disa transmetime, dhe në momentin që i përgjigjet pyetjeve me sukses, pra besimtari do i përgjigjet me sukses, thotë i hapet varri, thotë sa kapsyni i njeriu, i hapet atij një derë nga xheneti, po përpara se të hapet kjo derë nga xheneti, i hapet një derë nga xhenemi dhe i thuhet këtu do ishte vendi yt, po mos ishe përgjigjur. Thot, i hapet pastaj një derë nga xheneti dhe shpirti i tij vendoset në xhenet, siç transmeton Imam
Buhariu dhe Muslimi kështu me radhë. Shpirti i tij ruhet atje. Atë shpirti i përjeton mirësitë dhe begatitë e xhenetit dhe pasojat vijnë tek trupi i tij në varr. E kundërta ndodh me jo besimtarin ose atë që ka bërë mëkate të mëdha. Ai që ka bërë gjuna të mëdha dhe ka vdekur i papenduar, pra ka rënduar veten e tij, ose jo besimtari, kur jep shpirtin jep me vuajtje, sepse kjo mund të shërbejë për besimtarin gjunaqar si larje mëkatesh, ndërsa për jo besimtarin fillon dënimi i tij qysh me daljen e shpirtit. Thotë dhe vendoset për jo besimtarin, vendoset tot shpirti i tij në pëlhura të zjarrit, të zjarrta, dhe në momentin që e marrin me lajket për ta ngjitur lart, del prej trupit tot një aromë se aromë më e keq që mund të ekzistuar, po njerëzit dhe xhinët nuk e ndin, gjallësat e tjera e ndin. Thotë dhe ngjitet. Në momentin që shkon në qiellin e parë, nuk i hapen dyert e qiellit të parë. Thot dhe pritet derisa të shkojë trupi në varr. Dhe në momentin që shkon trupi në varr, atëherë gjuhet shpirti i tij. Nuk e sjellin siç sollën të parën, po gjuhet, فتخطفه أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Siç e thot Zoti në Kur'an. Dhe në momentin që vendoset dhe vjen varr, atëherë i bën pyetjet, i hapet atij një derë ose një dritare nga xheneti dhe i thuhet nëse do ishe përgjigj, këtu do ishte vendi yt, po ti nuk u përgjigje, ai thot, nuk di të përgjigjet, thot i hapet një derë nga xhenemi, shpirti i tij shkon në xhenem dhe pasojat e vuajtjes së tij në zjarrin e xhenemit vijnë tek varri i tij. Normalisht që lidhja e shpirtit në këtë botë me trupin është sekondare, ndërsa lidhja e shpirtit në jetën e varrit është primare, ndërsa në botën tjetër do të jetë sërish sekondare. Që do të thotë, në këtë botë, nëse unë ty të shaj, ose të ofendoj, ose të gjuj, si fillim e përjeton fizikisht, pastaj e përjeton shpirtërisht. Në botën e varrit është e kundërta. Pra në botën e varrit njeriu e përjeton shpirtërisht si fillim, se është shpirti ai që e përjeton në parajs ose në ferr, pra në xhenet ose në xhenem, ndërsa pasojat i vijnë trupit. Ose që jemi gjumë, që shohim në ëndër të keqe sikur na godasin, ne e vujmë atë, para se pavarësisht se edhe mund djersitemi. Po si fillim e vuan, pastaj djersitesh. Ndërsa këtu është e kundërta, ti djersitesh, pastaj e vuan atë. Dhe një kështu e përjeton jetën e varrit derisa të bëhet dita e Kiametit, por ka diçka. Mund të shërbej për dikë jeta e varrit, siç është thash, ata që kanë bërë gjuna të mëdha, kanë vdekur pa penduar etj, mund të shërbej për dikë jeta e varrit si pastrim në ditën e Kiametit. Pra, si më thon, e meritonte dënimin këtu në botën tjetër. Po, mirë po e vuajti në varr atë dënim, kur del ditën e Kiametit del i pastër. Pra mund të shërbej për mëkatarët dhe për gjunaqtarët si një periudhë pastrimi. Dakor. Atëherë ne kemi një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra, kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, me qimi ke pjesa e shpirtit, normalisht është një derë për të cilën janë shkruar dhe libra. Fjala bie sa herë që hyn një president në dhomën ovale, shikon shpirtin e Thomas Jeffersonit, themeluesit të Shtetit Amerikan, apo në përshpia del shpirti i gjyshes, apo thonë që i vdekuri 2-3 muaj para se dali shpirti shikon fantazma. Domethënë, fantazmat vetvete ekzistojnë, to shpirtrat që nuk hikin kurrë nga këto shtëpitë e pushtuara që shohim në shumë dokumentar, si është realiteti i gjithë kësaj teme. Që mos të lodh shumë, mos të lodhin vëllezërit që po na ndjekin janë xhin. Xhint shfaqen, bëjnë. Po çfarë interesi mund të kenë xhindët që të rinë? Nuk ekziston diçka që quhet bota e fantazmave, nuk ekziston diçka që quhet bota e fantazmave, po janë xhindët të cilët i trembin njerëzit. Pra mundohen që ti trembi njerëzit, ti hutojnë nga besimi, ti largojnë, ti marrin në tension etj. Për këtë arsye, nëse ka gjëra të tilla, vendos Kur'an, vendos surën El-Bekare, spërkatë shtëpinë me ujë të kënduar, të përzier me uthull dhe me krip, edhe s'ka as fantazma as gjë. Pra, domethënë shoqëri Zotit pra është ilaçi. Thjesht xhinët mundohen të tallen me njerëzit. Pra shohin e themi kapacitetin e ulët të perceptimit të gjërave apo të mosbesimit njerëzve në çështjet e gajbit, çështjet në botën metafizike, e si pasojë tallen me njerëzit, sepse njerëzit që e mbajnë veten për shumë të zhvilluar nuk i japin dot shpjegim. Qartë. Atëherë këtu gjunjëzohet, le të themi, njerëzimi. Mirë, po ai që ka besimin e ka përgjigjen.
Thot janë shejtan, janë. Është i vaksinuar, pra ka imunitet, në s'kan çaj bën. Ne folëm pak më parë dhe ju përkufizuat shumë bukur që thatë element lënda e jetës, për pjesën e shpirtit. Në fakt, njerëzit që humbasin gjymtyrët, ose kundërta, ata që bëjmë mbjellje. Transplant. A prehet fjala bie edhe dora shpirtit, pastaj bëhet shpirti prapë me dorë, apo si funksionon kjo pjesë? Pra kurrin shpirti dhe çfarë ndodh në shpirtin të raste? Ose transplanti zemrës etj. Po, qartë. Atëherë, domethënë, ne thamë është lënda e jetës, që do të thotë momentin që del, domethënë nga trupi njeriu humbet jetën, po në momentin që ndodh për shembull le të themi puna e transplantit, domethënë ajo, domethënë si më thon aparatura është dhe lënda e jetës depërton sërish. Pra, domethënë siç e thamë ne. Kemi ndru thjesht lavatriçën, po vazhdon akoma kurrenti, po. Bravo, domethënë ti ndrove një pjesë lavatriçës apo frigoriferit, ndërkohë që në momentin që ajo kombinohet me të tjera dhe ndizet prapë, le të themi, energjia ajo funksionon sërish, pra fillon dhe jep figurë televizori, pavarësisht se ishte prish, le të themi, diçka aty brenda. Pra, kjo vlen edhe për zemrën. Kjo vlen edhe për zemrën dhe sepse ka mendimin që nëse ndron zemër, mund bëhesh, ndrojnë ndjenjat, ndron besimi, merr karakteret. Jo, besimi nuk ndron sepse, domethënë, besimi ka të bëjë me vetdijen e njeriu. Por normalisht mund ndryshojnë disa prirje tek njeriu. Me ndrimin e zemrës, po jo. Bëhet më i fortë në varësi të zemrës, po, ose më i dobët ose varg. Më i fortë ose prije ndaj disa gjërave. Për shembull, mund të ketë fobi ndaj diçka që s'ka pas fobi dhe mund të ketë, domethënë, prirje ndaj diçka që nuk ka pas prirje në saj të zemrës personit të cilit vendos. Po që të ndryshojë bindjet e tij, jo, nuk arrin deri në ndryshimin e bindjeve. Dhe për ta mbyllur me qershim mbitor, që është pyetja e shekullit. Po. A do rri një moment që roboti do ja kalojë njerëzve dhe nga dallon nga njeriu, pra se po vimi moment që ne po marrim mend, si më thon nga pjesa e tyre dhe po na i bëjnë edhe poezit po na i bën dhe poezit dhe shumë gjëra tjera dhe nga dallon shpirti nga robotika. Jo, nga dallon njeriu sepse shpirti është ai që bën dallimin faktikisht. Po, njeriu nga robotika. Lënda e shpirtit dhe energjia e shpirtit është ajo që s'mund ta prodhojë dhe nuk mund vi kurr nga asgjë, do të thosh nga Zoti i gjithësisë. Pra liria zgjedhjes që na ka dhënë Zoti nuk zëvendësohet nga robotika. Sado që të eci shkenca përpara, sado që të arrijë le të themi një robot që do të reflektojë madje edhe me ndjenjat e personit që ka përballë, atij i mungojnë ndjenjat vet. I mungon dhe liria. Atij mungon shpirti, kështu që nuk mund të jetë kurrë një ekuivalent i njeriu, nuk mund të jetë një zëvendësim për njeriu, nuk mund të jetë kurrë. Është ekuivalent. Pra është në funksion të jetit që vjen shërbim të njeriu. Pra, siç i ka thënë Zoti gjithë gjërat e tjera. Absolutisht, po që t'ia zej vendin njeriu nuk mund të ndodhi kurrë. Pra se lejon. Pra një njeri i cili lind foshnjë dhe pastaj rritet dhe zhvillohet dhe pastaj përfundon i moshuar dhe plak dhe sërish me shkop, këtë nuk mund ta bëjë. Ciklin e jetës pra nuk mund ta arrijë. Që është thelbi i ekzistencës tonë. Vet asfeksioni i njeriu. Unë do t'jap një shembull shumë thjesht. Macja dhe roboti. Njeriu krijon një lloj asfiksioni me macën për shembull. Ka njerëz që më kanë bërë pyetje, më kanë ngordh macja, po unë nuk ndihem mirë, do të krijon lidhje shpirtërore. Sa me robotin çfarë do të krijosh lidhje? Sepse nuk ka shpirt që komunikon. Nëse me njeriu nuk ka shkëmbim ndjenjash, se nuk është gjë e gjallë, fund fare është thjesht algoritëm kompjuterik. Hoxhën Deroj falenderoj që ishit me ne sot në studio. Gjithashtu falenderoj teleshikuesit për vëmendjen që na kushtuan dhe në emisionin e sotshëm.